Dhe ne si Aleancë kemi votuar kundër këtij komisionit për shkak të paqartësive që ka pas dhe nuk kemi dashur që të hyjmë ose të votojmë një raport në të cilin shkelet Kushtetuta e Republikës së Kosovës, shkelet ligjet e Kosovës. Ne jemi mësuar me praktikat e kësaj qeverie për shkeljet e Kushtetutës, për shkeljet e ligjeve, andaj ne nuk kemi dëshiruar të bëhemi pjesë kjo. Letra dorëheqjes në fakt sot ka arrit në këtë komision se kemi pas asnjë si deputet dhe nuk e dim se çfarë do të bëjnë. Do të vazhdojnë kjo qeveri me shkeljen e Kushtetutës dhe ligjev, sepse do të kthehen prapë pas këtij akti, do të kthehen në zyre, do të jenë edhe deputet, do të jetë edhe kryeministër, do të jenë edhe zaventës kryeministra, po edhe ministra dhe vërtet të fillohet në këtë formë me shkeljet e Kushtetutave dhe ligjeve të Kosovës nuk është e drejtë. E votuan minoritete, disa prej ne 3 partitë AK, PDK, LDK kemi votuar kundër, ka pas 4 abstenime, ndërsa tjetër kanë qenë për nga minoritetet të cilat veç edhe tentojnë të jenë pjesë e kësaj qeverie. Nga lista serbe kanë abstenuar, Ademi ka abstenuar, Duda Balje ka abstenuar edhe ka abstenuar Beton Berisha. Faleminderit edhe për juve.